ndjenja e vetmis apo izolimit social një farforme krijon edhe disa brenga shqetësime. Këto mund të përshfaqen me strese apo me ankth të ndryshme, e në vazhdimsi mund të shkaktojnë edhe depresion, që një farforme sipas studimeve mendohet ndikimi i tyre krahasohet sidomos edhe me për shembull me pirjen e duhanit, edhe pastaj apo me obezitetin apo trashësinë, që ndikojnë në shëndetin e trupit, po në shëndetin fizik, po në anën tjetër, ky izolim, apo kjo izolim social, apo kjo vetmi që na shpërfaqet gjatë reduktimit të lëvizje aktivitetet të ndryshme, ndikon negativisht edhe në shëndetin tonë mendor. E qartë. Po ç'është ndryshon kjo sjellja e njerëzve gjatë dimrit në raport me shoqërinë? Po kjo ndryshon duke ditur se klima, apo moti është, aktiviteti apo interaksioni social reduktohet një farë mase, pastaj është me rëndësi që sidomos ndikon tek moshat e shtyera dhe ata që kanë mobilitet apo lëvizshmëri më të kufizuar. Unë grupet e ndryshme sociale, ata që janë të hendikepur apo që kanë nevojë për përkrahje apo për mbikëqyrje, këta një farë mase duke ditur që koha apo moti ndikon, këta janë të varur me petjere, kështu që izolohen një farforme, pastaj është edhe mungesa e dritës, gjatë kësaj sezone vjeshte edhe dimrit mendohet se krijon një farë çrregullimi thirrët afektiv sezonal. Në mungesë të dritës së diellit, mendohet që zvoglohet hormoni serotinës. Ky hormon jep atë ndjenjen e përmbushjes apo disponimit, edhe mungesë kësaj rritet melatonina që shpërfaqet gjatë ditëve me net. E këto duke ditur që ditët janë të shkurta me diell, mbretëron netët e gjata, ditët janë më shumë me muzg edhe me tërë se sa me ndriçim diellit. Kjo mendohet se ndikon një farforme në disponim, pra luhatjen e disponimit, pastaj krijon, pra siç tham, një farë lloj stresi, një farë forme duke ditur që edhe aktiviteti janë të reduktuara, krijon qatë ndjenjen e izolimit social edhe vetmisë. Po, a mundet shpeshherë me qenë edhe si zgjedhje personale, apo gjithmonë lidhet me këto arsye që i cike? Po, këto kanë dikushmëri të madhe, nuk është zgjedhje personale, po afektohen. Sidomos në masë të madhe, njerëzit gjatë vjeshtës së dimrit, në mungesë të sidomos ndriçimit të diellit, edhe reduktimit të aktivitetit ose ftohtë jashtë. Pastaj mendohet që edhe një farë mase, edhe izolimi apo vetmia ndikon edhe në uljen e temperaturës trupore. Ata që ndjehen të izoluar apo të vetmuar kanë edhe ulje temperaturës e trupit. Pastaj janë edhe disa shkaqe tjera të cilat përcjellen sidomos disa kategori, mosha caktuara apo kategori me probleme të ndryshme shëndetësore, kronike që janë më të shfaqura se një pjesë tjetër, të cilën janë më shëndetshme.